Ka bërë përshtypje një deklarat e kryeministrit Rama kur në prezencë të ngarkuarës me punë të ambasadës së Shtetet Bashkuara ka thënë që neve Kina na shikon si pikë mjalti. Në fakt është një deklarat e cila i drejtohet Shtetet Bashkuara të Amerikës. I drejtohet për t'i treguar që Shqipëria është një pikë strategjike për sa i përket vendosjes së saj në Ballkan, por edhe në zemër të Europës. E vërteta është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një presion të jashtëzakonshëm që rruga e Mëndafshit, e cila fillonte në Pekin dhe përfundonte në Itali, mos zhvillohej si projekt. Dhe për këtë bëri presion mbi qeverinë italiane dhe menjëherë në ardhjen në fuqi të qeverisë Meloni anulloi angazhimet që kishin marrë paraardhësit e saj. Kjo natyrisht që shkaktoi problematik në udhëheqjen kineze, duke quar edhe në deklaratat të shefit të madh të Kinës Xi Jinping. Por Kina nuk heq dorë nga rrugët e saj të Mëndafshit dhe këto po i bën jo vetëm në Euroazi, por edhe në Amerikën Latine dhe në Afrikë. Natyrisht që këto janë një kërcënim i madh geostrategjik për Shtetet e Bashkuara, sepse e fusin Kinën në zemër të vendeve ku është influenca amerikane në to. Dhe në të ardhmen kjo mund të krijojë probleme duke bërë që investimet amerikane, por edhe ato pasuri dhe minerale që kanë këto vende ku do kalojnë në rrugët e Mëndafshit të zhvlerësohen për Shtetet e Bashkuara dhe të kalojnë në favor të Kinës. Për sa i përket deklaratës së zotit Rama, unë mendoj që është një deklaratë e cila më tepër bëhet për t'i treguar Shtetet Bashkuara që Shqipëria nuk është një aleat i vogël, i papërfillshëm, një aleat i cili në fakt nuk përfaqëson asgjë qoftë për nga ana ushtarake apo për nga GDP-ja, por ama përfaqëson diçka të madhe për sa i përket pozicionit të saj gjeografik. Mos harrojmë diçka që perëndimi ecën mbi gjurmët e Romës dhe Roma kishte bërë një rrugë e cila fillonte në Brindisi dhe përfundonte pastaj në zemër të Konstantinopolit. Është via Egnatia dhe Shqipëria është vendi ku ajo fillon për të futur në zemër të Ballkanit dhe të Europës lindore për të arritur në Azi. A ka Shqipëria vërtet pesh? Po, ka. Vazhdimisht Shtetet e Bashkuara kanë bërë presion mbi qeverinë shqiptare që mos lejoj investimet kineze dhe kanë qenë investimet të rëndësishme dhe në të gjitha rastet ja ka arritur. Kuptohet që kinezët do këmbgulin për të bërë një rrugë paralele, një rrugë konkurrente me vijën Egnatia, në mos vetë vijën Egnatia. Dhe Edi Rama pikërisht këtë po i thot ambasadës amerikane. Kini kujdes, nuk është se neve na mungojnë ofertat, por neve jemi besnik të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si gjithmonë, në fund, ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Ju faleminderit.